Policia e shtetit ka bërë të ditur se për shkak të fluksit të madh shtyhet sërish afati i aplikimit për shkollën e policisë deri në datën 28 shkurt 2014. Kandidatët e interesuar për të ndjekur studimet në shkollën bazë të policisë për patrullë të përgjithshme, se procesi i aplikimit do të përfundojë më datë 28 shkurt 2014, nisur nga fluksi i lartë i kandidatëve të interesuar për të ndjekur studimet në shkollën bazë të policisë për patrullim, si dhe për të dhënë kohë të gjithë kandidatëve të interesuar, të cilët kanë tërhequr formularin e aplikimit për të plotësuar dhe dorëzuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm, procesi i aplikimeve do të jetë i hapur deri më 28 shkurt. Në përfundim të gjithë procesit të konkurimit do të përziden 300 kandidatë fitues, të cilët do të vazhdojnë shkollën bazë të policisë. Për çdo paqartësi lidhur me këtë proces, kandidatët duhet i drejtohen para strukturave të burimeve njerëzore në drejtorinë e policisë, në qarqe ose pranë sektorit të pranimit dhe menaxhimit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, si dhe mund të shkruajnë email në adresën policia-e-shtetit@asp.gov.al.